Biznesmeni 44 vjeçar Eduardo Sarçi u gjeti vrarë në orët e para të së shtunës në afërsi të fshatit Salari në Tepelen. Sarçi prej 20 vitesh jetonte në Tiranë dhe kishte një fabrikë tullash, ndërsa nga raportimet ai është i apasionuar edhe me gjuetin. Kjo mendohet se ishte edhe arsyeja që 44 vjeçari italian kishte ndërmarrë udhëtimin drejt Tepelenës, atje ku u gjet edhe i pajet. Policia ka nisur hetimet lidhur me ngjarjen, e cila për orë të tëra është mbështjellë në një mister, për shkak edhe të dëshmive që u dhan nga një prej personave që ndodhej në vendin e ngjarjes. Fillimisht u tha se ndaj viktimës kishte qelluar me armë zjarri nga një automjet në lëvizje. Policia në njoftimin paraprak mbi ngjarjen tha se kishte gjetur trupin e pajet të 44 vjeçarit Sarçi me plagë të shkaktuara nga armë zjarri, por referuar raportimeve, ekspertiza mjekoligjore ka zbuluar një tjetër detaj. Viktima kishte një plagë në kokë, por jo nga armë zjarri, ndërsa 44 vjeçari ka humbur jetën si pasojë e gjakderdhjes. Kjo ekspertizë duket se rrëzon të gjitha dyshimet e mëparshme se ndaj viktimës ishte qelluar me armë zjarri nga një tjetër automjet që ishte në lëvizje, dhe vëmendja e grupit hetimor duket se është përqendruar pikërisht në pistën e vrasjes për shkak të konflikteve lidhur me pronësinë e fabrikës ose të lidhura me të. Policia ka marrë në pyetje 2 persona, Eqerem Braçe dhe djali i tij Gazment Braçe. Eqerem Braçe është ortak i viktimës në fabrikën e tullave dhe në dëshminë e tij ka pohuar se një person i ka dalë përpara automjetit dhe ka qelluar në drejtim të tyre. Ai ka tentuar t'u japë ndihmën e parë duke nxjerrë trupin nga automjeti dhe më pas ka njoftuar policinë. Sipas tij, autori është larguar në errësirë dhe nuk është identifikuar. Ata kishin udhëtuar drejt vendit të ngjarjes me 2 makina, një Land Rover dhe një Volkswagen, të cilat u gjetën nga policia në vend ngjarje. Biznesmeni ndodhej në një nga automjetet në momentin e incidentit. Policia shpalli në kërkim djalin e Eqeremit, Gazmendin, i cili u arrit të kapej disa orë pas ngjarjes. Ai është shoqëruar për të dhënë dëshminë e tij. Prej qershorit 2023, 44 vjeçari administronte fabrikën e tullave dhe tjegullave në zonën e Laprakës në Tiranë. Rreth orës 00:30 në fshatin Salari në vendin e quajtur Dilan, në rrugë është gjetur pa shenja jeta shtetasi italian S 44 vjeç, banues në Tiranë, i cili dyshohet se është vrarë me armë zjarri. Shërbimet e policisë me marrjen e njoftimit shkuan menjëherë në vendin e ngjarjes. Është ngritur një grup i posaçëm hetimor, i cili në drejtimin e prokurorisë po punon intensivisht për sqarimin e rrethanave, dokumentimin ligjor, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit të autorëve. Ndërkohë, shërbimet e policisë në bashkëpunim me drejtorinë vendore të Fierit dhe Vlorës po ushtrojnë kontrolle në zonë dhe ambiente të ndryshme për kapjen e autorit, njofton policia.